تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti, o Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Usulus Sunne të autorit imamit Ahlus Sunna wal Jamaa, Imam Ahmed ibn Hanbal, I cili ka lindur në vitin 164 dhe ka vdekur në vitin 241 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt ata, na falt ne dhe të gjithë dietarët e umetit. I falt prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Besoj që e mbanin mend se filluam për një çështje prej çështjeve të besimit në ditën e gjykimit. Do thotë, pra besimi në ditën e gjykimit është një prej shtyllave të imanit. Edhe mungesa e kësaj shtylle do të thonë mungesë e gjithë imanit. Dhe besimi, vetë shtylla e besimit në ditën e gjykimit ka shtylla ose ka pjesë përbërëse, dhe ato janë çdo gjë për cilën është treguar në Kur'an ose në Sunet se do të ndodh pas vdekjes. Do të thonë çdo gjë pas vdekjes që ndodh është pjesë e besimit në këtë shtyllë, besimin në ditën e gjykimit. Dhe përmendëm për mizanin edhe se Allahu u flet njerëzve në ditën e gjykimit. Më tutje thot autori rahimahullah: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طول مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Thot tjetër, pra si kemi thënë vazhdimisht kur thot Imam Ahmedi do të thënë dhe, do të thënë lidhet me atë fillimin që ka thënë bazat e sunetit janë këto. Dhe prej bazave të sunetit është edhe besimi në haudin. Dhe se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka haud në ditën e gjykimit, tek I cili vjen umeti I tij. Gjerësia e tij, gjerësia e këtij haudi është sa gjatësia e tij, ose ka thënë gjerësia është sa gjatësia, do të thonë sa është I gjera që është I gjatë, dhe kjo distancë është sa udhtohet për një muaj. Dhe enët ose ibrikët dhe gotat prej të cilave pihet nga ky haud janë si numri yjeve në qiell. Ala ma sahhat bihi al-akhbaru min ghayri wajhin. Do të thonë sipas transmetimeve të vërtetuara në më shumë mënyra, do të thonë në më shumë transmetime. Pra, edhe kjo është një prej bazave të sunetit. Dhe cilat janë bazat të sunetit dhe të islamit të Ahlus Sunna wal Jamaa?
janë ato si është në secilin pikë, thot Imam Ahmedi, ala ma sahhat bihil akhbar ose kema jaet bihil akhbar, do të thonë siç është përmendur në transmetime, siç është përmendur në hadithe, siç janë vërtetuar hadithet në këtë temë. Do të thonë kjo është akide e Ahlus Sunna wal Jamaa. Nëse është hadith i cili është sahih ose është ajeti, do të thonë që është i qartë dhe i drejtë për drejtë, atëherë kjo është akidja e Ahlus Sunnetit. Kurse çdo gjë që është ndryshe nga kjo është bidat dhe devijim. Në lidhje me haudin, fjala haud do të thotë si do të thonë grop me ujë ose liçen ose pishin, do të thonë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ketë një haud, që do të thotë një liçen të madh ose një burim të madh në ditën e gjykimit, që është shumë i madh, edhe është i gjerë, edhe i gjatë, do të thonë me këtë distancë të madhe. Pse ka përmendur edhe këtë çështje? Një tham, do të thonë këtu autori rahimahullah i përmend çështjet që janë bazat sunetit, që edhe njëherë themi çka do thot baza sunetit, një pik ose një besim ose një fjalë ose një vepër për të cilën kanë ardhur argumente të shumta nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë pik ka kundërshtuar dikush prej njerëzve devijum. Do të thonë ka kundërshtim, edhe me këtë ka dalë prej grupit Ahlus Sunna wal Jamaa. Se njeriu vetë ka mundësi të hyjë në mesin e Ahlus Sunnetit ose në mesin e selefive, edhe vetë ka mundësi të dalë me sukses nga Allahu ose me dënim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë ka mundësi të hyjë në Ahlus Sunna ose të jetë një prej selefive me fjalë dhe veprat e tij, për të cilat i ka dhënë sukses Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka dhënë dhunti dhe udhëzim Allahu i lartësuar. Ose ka mundësi të dalë me fjalë dhe veprat e tij, ose me besimet, do të thonë që i kanë zemër, mirë po për të kuptuar të njerëzit mund të dalë vetëm në bazë të fjalëve dhe veprave të tij. Për shkak se Allahu e ka largu dhe i ka dërguar dëshpërim. Nuk ka mundësi dikush prej njerëzve ta fusë ose ta nxjerr, sepse njerëz të bidatit dhe fitneve thonë a e futët këtë ose a e nxorët këtë prej menhexhit. Nuk ka mundësi askush askënd ta nxjerr prej menhexhit selefi. Nuk ka mundësi askush ta nxjerr askënd prej akides selefie ose akides Ahlus Sunna wal Jamaa. Por vetë njeriu mund të hyjë ose të dalë. Hyn edhe është njeri i sunetit, ai i cili i nënshtrohet plotësisht Kuranit dhe sunetit dhe rrugës së sahabeve. Kurse ai që kundërshton qoftë edhe një çështje për cilat janë vërtetuar argumentet, bëhet prej njerëzve të bidatit, varësisht cilën çështje e kundërshton. Dhe haudi është një prej këtyre ndodhive të ditës së Kiametit, për cilat kanë ardhur argumente të shumta, do t'i përmendim disa prej tyre. Dhe është pjesë e besimit në këtë shtyllë të imanit, shtylla e besimit në ditën e gjykimit. Edhe për këtë shkak ka përmendur autori rahimahullah, do thotë ka përmendur se argumentet janë të shumta dhe për këtë kanë kundërshtuar grupe të devijuara, siç janë Mu'tazilit. Do të thonë kanë thënë se nuk ekziston haudi, ose gjithashtu e kanë mohuar Khawarijt e parë haudin dhe grupacione të tjera. Argumentet, si tham, janë të shumta prej librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu i lartësuar: inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Do të thonë ne ta kemi dhënë Kautherin, prandaj falu për Zotin tënd dhe bëj kurban, se ai ofenduesi yt ose sulmuesi yt është farsosur ose i shkputur. Për këtë sura është përmendur në hadith, do të thonë është transmetuar nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë se një herë ishim te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e uli kokën
ose i mbylli syt, pastaj e ngriti kokën duke buzëqeshur dhe tha mu zbrit një sure tani. Edhe ka lexuar surën Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar. Pastaj ka thonë, e të drune me al-Kauthar, më thënë, a dini se çka është Kauthar? Tham, Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jall alayhi khairun kathir. Do të thënë, Kauthar është një lum që ma ka premtuar Zoti im i lartësuar, edhe në të ka mirësi të shumta. Huwa haudun taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah. Ai është një haud ose një liçen, do të thonë, ose një pishin tek e cila vin ummeti im në ditën e gjykimit. Aniyatuhu adadun nujum, dhe enët prej cilëve pijet, më thënë nga ky ujë, janë me numër të madh sa yjet në qiell. Fa yukhtala'u al-'abdu minhum, edhe dikush prej këtyre robërve largohet. Do të thënë, siç është në transmetim tjetër, kur ta marr enën ose i brikun dhe t'ja afroj për ta pirë me dorë, do të thënë, ja afron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë del një njeri mes nesh edhe e largon atë dhe thot, ti je për xhehenem. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë them, Rabbi innahu min ummati, o Zoti im, ky është prej ummetit tim. Dhe thot Allahu i lartësuar, ose i përgjigjet pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma tadri ma ahdathat ba'dak. Do të thënë, ti nuk e di se çka kanë shpikur pas teje. Dhe kjo shpikje pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka disa shpjegime. Pra kryesorja që kanë thënë dietarët është se bëhet fjalë për ridde, ata të cilët janë larguar nga Islami pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka në transmetim tjetër që thuhet shokët e mi, ashabi ose sahibi, do të thënë, ky është shoku im. Edhe i thuhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e di ti se çka ka bërë pas teje, ose çka ka nxjerr, ose çka ka shpikur pas teje. Edhe do të thënë, përket nuk ka dyshim se bëhet fjalë për ata që janë larguar prej Islamit, edhe kanë vdekur në ridde. Do të thënë, ata që i ka luftuar Ebu Bekri radhiyallahu anhu, dhe ata që i ka vrarë në ridde, ata do të thënë hynë në këtë hadith. Gjithashtu edhe në këtë hadith, edhe si e shohin transmetime tjera, se përmendet në përgjithësi ummeti, pra ummeti im, hynë secili që ka shpikur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka në fenë e Allahut të lartësuar. Dhe do të thënë, për këtë kanë thënë një numër i madh i dietarëve, kanë thënë se bëhet fjalë për të gjithë njerëzit e bidatit, sepse këtu thuhet pra ata nuk e di ti se çka kanë shpikur pas teje. Pra, sidoqoftë, një prej këtyre shpikjeve është mohimi i haudit. Do të thënë, argumentet përveç se prej Kuranit, gjithashtu ka prej hadithit, dhe janë hadithe të shumta, hadithe që arrin numrin e hadithit mutawatir. Do të thënë, hadithet për haudin e kanë transmetuar rreth 30 sahabe, dhe 20 prej këtyre transmetimeve janë në 2 sahihet. Dhe kurse tjerat, do të thënë, janë këta 20 hadithe që janë transmetuar prej 20 prej sahabeve, do thot hadithet që janë transmetuar prej 20 prej sahabeve janë në 2 sahihet, edhe janë në libra të tjerë të sunetit. Mirë po, 10 prej këtyre sahabeve që i kanë transmetuar hadithet nuk janë në 2 sahihet, janë vetëm në libra të tjerë, dhe të gjithë ata janë sahih, gjithashtu hadithe sahiha. Do të thonë, prej sahabeve 30, edhe prej tabinëve më shumë, do të thonë që kanë transmetuar prej këtyre 30 sahabeve, dhe prej atba'u tabiin edhe më shumë. Do të thonë, ky është definicioni i hadithit mutawatir,
edhe pra siç dihet, hadithet e haudit janë një prej një grup, prej haditheve mutawatira. Dhe disa prej këtyre haditheve, pra ka thënë Qadi Iyad, ka thënë është një prej çështjeve që e ka obligim njeriu t'i besoj, t'i di, domethënë edhe t'i vërtetoj, është se Allahu i lartësuar e ka veçuar pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me haudin, që është përmendur me këtë emër në sunet, dhe janë treguar vetit dhe cilësitë e këtij haudit, dhe është treguar edhe uji çfarë është që do të pijet, domethënë në hadithe sahiha të njohura, allati yahsulu bi majmu'iha al-ilm al-qat'i. Domethënë hadithe që kur mblidhen, thotë është një informacion i prerë. Domethënë që s'ka mundësi me dyshu që dikush prej këtyre ka gabu. Domethënë kur ishte 30 prej sahabeve dhe më shumë prej tabinëve dhe shumë më shumë prej tabinëve, të gjithë transmetojnë në mënyrën e njëjtë fjalët e njëjta, domethënë nuk ka mundësi njeriu të dyshoj se dikush ka gabu ose dikush ka gënjur prej tyre. Domethënë ky është qëllimi ose kuptimi i hadithit mutawatir. Ibn Hajeri ka thënë ankarahu al-khawarij wa ba'd al-mu'tazila. Domethënë këtë haudin e kanë mohuar khawarij dhe një pjesë e mu'tazilive. Një prej dietarëve të Andaluzisë, Imam Abu Abdillah al-Andalusi, i cili ka qenë i njohur me emrin Ibn Abi Zamanein, ka thënë në librin Usul as-Sunnah, ka thënë wa ahlu sunna yu'minuna bi anna lin-nabiyyi hawdan a'tahu Allahu iyyah. Do të thënë njerëzit e sunetit besojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka haud të cilin ja ka dhënë Allahu i lartësuar. Men shariba minhu sharbatan lam yadhma ba'daha abada. Do të thënë kush pi një herë prej këtij haudi nuk do të etet asnjëherë. Prej argumenteve në sunet, do të thënë prej këtyre haditheve që i përmendëm, është një hadith nga Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka dalë edhe ja ka fal namazin e xhenazës shahidave të Uhudit. Pastaj është kthyer në mimber edhe ka thënë inni faratul lakum wa ana shahidun alaykum. Do të thënë unë jam paraprirë si juaj, dhe fjala farat, do të thënë është dikush që shkon përpara në një vend edhe i pret, do të thënë ata të tjerë që të vinë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është paraprirë si ynë për të haudi edhe për në xhenet. Do të thënë është i pari që hyn edhe e pret umetin e tij, do të thënë të vinë. Wa ana shahidun alaykum, edhe gjithashtu unë jam dëshmitar ndaj jush. Ka thënë wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Edhe ka thënë unë pasha Allahun jam duke shikuar tani haudin tim. Wa inni u'titu mafatiha khaza'in al-ard. Edhe Allahu më ka dhënë çelësat e thesarëve të tokës e kështu me radhë. Do të thënë në këtë hadith pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilit i besojmë pa asnjë dyshim, betohet në Allahun se ka haud. Do të thënë që i besojmë edhe pa betim, pa dyshim se i besojmë edhe pa u betuar, mirë po megjithatë betohet për ta përforcuar këtë lajm për haudin. Ky hadith, siç thamë, është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Edhe hadithi më përpara për zbritjen e surës Kauthar në Sahihun e Muslimit. Gjithashtu në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma bejnë bejti wa minberi rawdatun min riyadil janna. Do të thënë vendi mes shtëpisë time dhe minberit tim, do të thënë vendi i xhamisë, është një kopsht prej kopshteve të xhenetit. Wa minberi ala haudi, dhe minberi im do të jetë përpara haudit tim. Gjithashtu në dy sahih transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu shahr. Ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk.
Do thot haudi im është i gjerë sa është distanca për të ecur 1 muaj. Edhe uji i tij është më i bardhë se qumshti. Era është më e këndshme se era e miskut, wa kizanuhu ka nujumi as-sama, dhe i brikët e këtij haudit janë si yjet në qiell, men shariba minha fala yadhma'u abada. Do të thonë kush pi prej këtij haudi nuk etet asnjëherë. Po ashtu në Sahihun e Muslimit transmetohet nga Abu Dharri radhiyallahu anhu se ka thënë, thot Abu Dharri, qultu ya Rasulallah, ma aniyatul haud, ka thënë o i dërguari Allahut, si janë ose çka janë enët e haudit? Ka thënë, walladhi nafsu Muhammedin biyadihi, la aniyatuhu aktharu min adadi nujumi as-sama'i wa kawakibiha. Ka thënë pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit. Enët e haudit janë më shumë se numri i yjeve dhe planeteve në qiell. Ela fil lejlati l-mudhlimati l-mushija, do të thënë siç janë, do të thënë sa mund të shihni yje në yje dhe planete në qiell në natën që është e errët dhe pa vranësira, do të thënë qielli i hapur. Aniyatul janna, do të thënë ata janë enët e xhenetit. Men shariba minha lam yadhma akhira ma alayh. Dhe kush pi një herë prej këtij haudi, nuk etet asnjëherë deri në fundin e tij. Yashkhabu fihi mizabani min al-janna, do të thënë në të vinë 2 kanale ose 2 gypa nga xheneti. Men shariba minhu lam yadhma, do të thënë kush pi prej këtij uji nuk etet asnjëherë. Arduhu mithlu tulihi, është i gjerë sa i gjatë. Ma bejna Amman ila Ejla, do të thënë është larg sa mes Ammanit dhe Ejles, do të thënë nga Ammani deri në Ejle. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asal, uji i këtij haudit është më i bardhë se qumshti dhe më i ëmbël se mjalti. Në këto hadithe ku përmendet haudi, gjithashtu ka një prej mrekullive shkencore që i thot studiuesit e kohës sonë, që padyshim janë argumente 1 mbi 1 më shumta se libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shpallje nga Allahu i gjithdijshëm. Edhe një prej këtyre argumenteve është kjo distanca që tregohet. Përmendet në disa transmetime nga Ammani deri në Ejle, në disa transmetime nga Medina deri në Sanaa. Edhe nëse shihet tani me këto mjetet bashkohore, do të thënë shihet se distanca mes këtyre 2 vendeve është e barabartë. Do të thënë edhe nuk ka mundësi dikush, si thon këta armiqtë e Islamit, do të thënë një njeri i shkretirës, nuk ka mundësi ti dije kështu në mënyrë precize vijën ajrore, do të thënë mes këtyre 2 vendeve, një që ka qenë në Sham, një nga Medina deri në Yemen, do të thënë janë në mënyrë të përpikt të distanca të njëjta ose shumë të afërta. Kjo me një aspekt tjetër, gjithashtu në tjera transmetime që i lexuam thot se është largësia sa do të thënë sa me ecë 1 muaj. Edhe gjithashtu kjo është prapë precize për përshkrimin edhe distancës toksore dhe kohën. Do të thënë si e kanë llogaritur ata dietarët sa është ecja mesatare e njeriut brenda ditës, sa thonë, do të thënë tani nëse nuk gaboj 50 deri në 60 kilometra, do të thënë pavarësisht 1 muaj sa i bie, do të thotë është distanca e saktë mes Medinës dhe Sanaas dhe distanca mes Ammanit dhe Ejles. Përndryshe, do të thënë këto besimi, do të flasim edhe për çështje tjera, për besimin në sprovën e varrit edhe dënimin dhe shpërblimin në varr. Do të thënë këto janë çështje të ghaibit, që janë shumë të lehta për besimtarin që beson se Kurani ka zbrit nga Allahu subhanahu wa taala.
edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpallja nga Allahu. Domethënë me këtë mjafton që njeriu t'i besojë gjitha këto çështje që e përmenden këtu si bazat sunetit, edhe mos dyshoj, edhe mos debatoj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si mundet ashtu, si do ta shohim ata thonë Mu'tazilit, si ka mundësi të vinë dy me lajke në varr pasi është mbyll varri dhe është hedh gjithaj dhe, domethënë si vinë ata dy me lajke për ta pyetur. Do thot është edhe më e madhe se kjo, se ne besojmë se kjo është nga Allahu. Edhe atëherë nuk ka, domethënë që njeriu nuk ka hapësirë që njeriu të dyshoj ose të pyes pse ose ta kundërshtoj. Prandaj ai njeri që beson se Kurani dhe Suneti janë shpallje nga Allahu, duhet të nënshtrohet dhe të dorëzohet me besim të plot në secilën çështje. Edhe jo debatoj edhe dyshoj, të kundërshtoj me logjik, me shembuj. Domethënë kjo tregon se nuk është i bindur se kjo me të cilën po debaton ti, nuk je i bindur se është nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Sheikh Abdullah Bukhari hafidhahullah, wejlun lil mukadhibina bil haud, wejlun lahum thumma wejlun lahum. Më thënë, mirë për ata që e mohojnë haudin, mirë për ata. Thot se ka transmetuar Imam Abdullah ibn al-Mubarak në librin e tij Az-Zuhd, edhe të tjerë, Ibn Abi Asim në Sunne, Abu Ja'la, Musnad, Hakimin Mustadrak, Bejhaqiu në librin Al-Ba'th wan Nushur. Domethënë gjithë këta kanë transmetuar me zinxhire të sakta nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se ka thënë: Dakhaltu ala Ibn Ziyad, domethënë shkova te Ibn Ziyadi. Dhe Ibn Ziyadi ka qenë që e ka mohu haudin. Thot wa hum yatadhakarun al-haud, domethënë edhe kanë qenë duke bisedu për haudin. Falamma ra'awni ittala'tu alayhim qalu, kur më pan, domethënë se erdha unë edhe jam duke i shikuar dhe duke dëgjuar se çka flasin, than ja'akum Anas, domethënë erdhi Anasi. Atëherë than ja Anas, ma taqulu fil haud, ka thënë Anas, si thua ti për haudin? Ka thënë Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, wallahi ma sha'artu anni a'ishu hatta ara amthalakum yashukkuna fil haud. Ka thënë wallahi nuk kam mendu se do të jetoj deri në një kohë që do të shoh njerëz si ju që dyshojnë në haudin. Ka thënë laqad taraktu ajaiza bil Medina ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'alat rabbaha an yuridaha hawda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domethënë wallahi kam lënë plakan në Medinë, domethënë kam njohur plakan në Medinë, të cilat çdo herë kur janë falur, domethënë secilën herë, secilin namaz, janë lutur Allahu subhanahu wa taala që t'u mundsoj të pinë nga haudi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte transmetimi i Abdullah ibn Mubarakut, kurse Ibn Abi Asim në Sunne transmeton se thot an Anas, domethënë transmeton nga Anas ibn Malik, anna Ziyadan au Ibn Ziyad, domethënë ky person Ibn Ziyad, dhukira indahu al-hawdu fa ankara dhalik, domethënë është përmendur kjo çështja e haudit, edhe ai e ka mohuar. Fa balagha dhalika Anasan, edhe kjo i ka arritur Anasit, i kanë tregu. Domethënë njerëz të sunetit në kohën e tabinëve, kur dikush ka thonë diçka që është bidat, çka kanë bë? Ose që është e dyshimt, domethënë kur dëgjon diçka që është e dyshimt për në fe, e ke mësu se në librin e Allahut është ndryshe, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndryshe, çka kanë bë? Me njerë kanë shku te njerëz të dijes, kanë shku te Anas ibn Malik, edhe e dini hadithi i njohur, hadithi Xhibrilit, shkaku është se kanë pyetur për kaderit, të cilët kanë shpik bidat, kanë shku me njerë te Abdullah ibn Umar. Edhe kështu kanë bë selefi, dhe kështu kanë bërë edhe sahabët, domethënë për secilën çështje janë kthyr te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë pyetur. Edhe këtë edukat e kanë pas edhe tabiint, edhe atba'ut tabiin kanë shkuar në këtë mënyrë të dietartë, domethënë në secilën kohë deri në kohën tonë. Kur shohim që një njeri flet në emër të Islamit, edhe thot fjalë që më e pakta që mund thuhet, na duken dyshimta, shkojmë menjëherë i pyesim dietartë.
Kurse njerëz të bidatit edhe hizbit thonë ju jeni spiuna, do të thonë dietarëve, edhe futni përçarje mes dietarëve. Se i thoni, për shembull, shkonte Sheikh Ibn Baz, po, i thu, ka thonë filani, ka thonë Kardavi kështu. Atëre fut, do të thonë urrëtie mes dietarëve, kështu thonë këta hizbit. Kurse e shohim, do të thonë selefi jon, kështu kanë vepru, i kanë pyet dietarët. Tani kush është selefi i tyre? Le të tregojnë, do të thonë, që të dëgjohet devijimi edhe të përhapet bidati, edhe askush mos flasë, edhe askush mos pyese për ta. Do të thonë, këtë mënyrë devijojnë muslimanët edhe atëherë pikrisht kjo do të jetë se në haud do t'i thuhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti nuk e di se çka kanë shpikur pas teje. Do të thonë, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë dalë devijime të lloj-llojshme mes njerëzve. Pra thot Belagha dhalika Anasan. Do të thënë ky lajm i ka shku Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu dhe ka thonë ama wallahi la asu'annahu ghadan. Ka thonë wallahi do thot kjo fjalë la asu'annahu do të thënë do ta poshtroj ose do t'i them fjalë që do t'i përkeçohet atij gjendja, do të thënë nesër. Pra nesër kur ta takoj Ibn Ziyadin, do t'i them fjalë që do t'jenë të këqija për ta. Edhe pastaj ka thonë Enesi, ma ankartum min al-haud, do të thonë si keni mohu ose çka keni mohu prej haudit. Edhe kanë thonë sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu, kanë thonë ti a ke dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta përmendë haudin? Ka thonë na'am. ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. Më thënë, thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Më thënë, kjo është e qartë, e vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që nuk keni drejt ta mohoni në asesi. Dhe kjo njohuri për haudin, si ka qenë për dietarët prej sahabeve, ka qenë gjithashtu e njohur edhe për awam, do të thënë për gjithë njerëzit. Edhe plakat e Medinës e kanë ditë, do të thënë. Kurse ju, njerëz të bidatit, do thotë, jeni që mohoni. Do thotë e kanë ditur si sahabët që janë angazhuar me dituri, por edhe ato që kanë qenë më larg, si që janë plakat, do të thënë, e kanë ditur këtë çështje dhe janë lutur Allahut në secilin namaz, do të thënë që Allahut ma mundsoj të pinë nga haudi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është, do të thënë, pra sqarim nga Anas ibn Malik se çështja e haudit ka qenë e njohur në përgjithësi të gjithë muslimanët, edhe nuk e ka mohuar askush, përveç atyre që janë të shkatruar dhe larg, do të thënë, prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë Abu Barza al-Aslami, që ka transmetuar Abu Davudi në Sunan dhe Ahmedi në Musnad, ka thonë Abu Barza al-Aslami, men kadhaba bil haudi fala saqahu Allahu min. Do të thënë, kush e përgënjeshtron haudin, do të thënë kush nuk beson haudin, Allahu mos ja mundsoft që të pijë prej atij haudi. Edhe ne themi kush beson edhe kush e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja mundsoft dhe na mundsoft që të pijmë nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ky haud. Gjithashtu ka thonë Ibn Abi Asim në librin e tij Sunne, ka thonë transmetimet që i përmendëm në lidhje me haudin, do të thonë, janë që e bëjnë obligim diturinë e paluhatshme, të padyshimt. Dhe ka thonë këto hadithe janë ashtu si janë transmetuar për cilësitë e haudit, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë fe nahnu bihi musaddiqun, ghayru murtabina wala jahidin. Do të thënë ne i besojmë haudit dhe nuk kemi dyshim, as nuk kundërshtojmë, as nuk polemizojmë, do të thënë me hadith kundër haditheve. Wa narghabu ila alladhi waffaqana lit-tasdiq. Dhe i lutemi atij që na ka mundsuar të besojmë,
Do të thënë i lutemi Allahut subhanahu wa taala që na ka bërë të mundshme ta besojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa khadhala al-munkirina lahu wal-mukaththibina bihi 'an al-iqrar bihi wat-tasdiq bihi. Dhe thot, do të thënë i lutemi Allahut që na ka mundsuar ne të besojmë dhe i ka postruar ata që e mohojnë haudin dhe nuk besojnë, nuk e pranojnë, do të thënë ata, li yahrimahum ladhata shurbihi. Do të thënë e lutim Allahun do të thotë që ti privoj, mos u mundsoj atyre ta shijojnë këtë kënaqësi të pirjes nga haudi. An yuridana fayasqiyana minhu sharbatan na'damu laha dhama'a al-abada bitulihi. Do thot i lutemi Allahut pra që të na mundsoj të shkojmë te ky haud dhe na mundsoj të pim prej tij një pirje, do thot, që pas saj nuk do të kemi etje asnjëherë në amshëshmëri, sa është e gjatë amshëshmëria. Wa nas'aluhu dhalika bi tafaddulihi, dhe i lutemi Allahut na japë këtë me dhuntin dhe dhuratën e tij subhanahu wa ta'ala. Po, pastaj në çështjen tjetër thot Imam Ahmedi rahimahullah: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. Thot gjithashtu prej bazave të sunetit, do të thonë është që besimi në dënimin e varrit dhe se ky ummet do të sprovohet ose do të testohet në varr. Pra besimtarët e këtij ummeti do të sprovohen, i gjithë ummeti, do të thonë ky ummet, edhe këtu përfshihet ummeti i thirrjes, pra sprovohen ose testohen në varret e tyre. Dhe pyeten për imanin, për islamin, pyeten kush është Zoti i tij, kush është pejgamberi i tij, wa yatihi munkarun wa nakir, kayfa sha Allahu azza wa jall. Më thënë edhe vin munkeri dhe nakiri si do Allahu i lartësuar, wa kayfa arad, do të thonë si ka dashur ai, wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Edhe do të thonë baza e sunetit është besimi në këtë dhe vërtetimi do të thonë vërtetimi i kësaj. Pra gjithashtu edhe kjo është prej bazave të sunetit, për të cilat ka argumente të shumta. Dhe është pjesë e besimit në shtyllën e imanit, që është shtylla e besimit në ditën e gjykimit. Pra besimi në jetën e varrit, edhe në sprovën ose testin e varrit, dhe në dënimin dhe shpërblimin në varr. Thot për të gjithë. Dhe secili që hyn në varr prej këtij ummeti, do të thonë pyetet kush është Zoti yt, cila është feja yte dhe kush është pejgamberi yt, ose çka thua për këtë njerëz që është dërguar tek ju, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra njerëz të sunetit janë ata që e pasojnë të vërtetën edhe thonë të vërtetën, ashtu si është përmendur në shpallje në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë çdo herë kanë përmendur te librat e sunetit, dietarët e vjetër e kanë përmendur te librat e sunetit. Edhe përndryshe, fjala, çfarë kuptimi ka pasur fjala sunne te dietarët e vjetër? Çka dini? Akide, po. Do të thonë, kur kanë thonë e sunne, do të thotë akidja e sakt. Pra, akidja selefije. Kanë thonë, ka thonë Ibn Abi Zamenein, wa ahlu sunna yu'minuna bi'adhab al-qabr. A'adhana Allahu wa iyyakum wa iyyaka min dhalik. Do të thonë, pasues të sunetit besojnë në dënimin e varrit, Allahu na ruajt ne dhe ty prej tij. Argumentet gjithashtu për jetën në varr, edhe për dënimin dhe shpërblimin në varr, edhe për pyetjen në varr, do të thonë ose testimin në varr, janë gjithashtu të shumta. Për argumenteve të dënimit është fjala e Allahut: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab."
thot pra Allahu i lartësuar për faraonin dhe familjen e tij. Domethënë që ai faraonin dhe pasuesit e tij, që ai ka deviju. Thot ata i shfaqen zjarrit mëngjes dhe mbrëmje. Domethënë kjo është pjesa e parë, an-naru yu'raduna 'alayha. Domethënë tani faraoni dhe pasuesit e tij i shfaqen zjarrit, domethënë hynë në zjarr mëngjes dhe mbrëmje. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Kurse ditën kur do ndodh kiameti, thuhet futeni pasuesit e faraonit në dënimin më të rëndë. Domethënë kjo është argument i qartë se bëhet fjalë për dënimin në varr. Domethënë në këtë kohë dhe pasi përmendet në kohën e tashme, domethënë tani është duke i ndodh faraonit dhe pasuesve të tij kjo, dhe pastaj përmendet se ditën e gjykimit do t'i thuhet që të futen në zjarrin e xhehenemit. Për këtë ka thonë Imam Ibn Kathir në tafsirin e tij, ka thonë hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala adhab al-barzakhi fi al-qubur. Domethënë ky ajet është argumenti i madh, domethënë për argumentimin e ahli sunnetit se ka dënim në jetën e barzakhut në varr. Po ashtu tjetër ajet që jep kuptimin e njëjtë është fjala e Allahut walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Domethënë sikur ti shohësh të padrejtit, zullumqart, kur janë në çastet e vdekjes ose në agoninë e vdekjes dhe melaiket i shtrin duart, u thon akhriju anfusakum. Domethënë u thon nxirreni shpirtin. Domethënë vinë melaiket e vdekjes për t'ia marrë shpirtin. Edhe ata janë këtë agoni dhe vështirësi të vdekjes. Melaiket ju thonë nxirreni shpirtin, al-yawma tujzauna 'adhab al-hun. Domethënë sot dënoheni me dënimin poshtrues. Thot sot në ditën kur vdes, menjëherë fillon dënimi për ta, dënimi i varrit. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Domethënë dënoheni me dënimin poshtrues sot për shkak se thoshit për Allahun jo të vërteta dhe ishit me ndëmdhënie ndaj argumenteve të tij. Po ashtu prej sunetit ka argumentet shumta, hadithet shumta që gjithashtu e kanë arrin nivelin e tawaturit, mutawatir, domethënë hadithe mutawatir. Thot pra nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma transmetohet në hadith transmetuar në dy sahihet, Bukhariut dhe Muslimit. Thot marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ha'it min hitan al-Madina aw Mekka. Domethënë kaloi një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë një oborri prej oborreve të Medinës ose të Mekës. Fasami'a sauta insanayni yu'adhabani fi quburihima. Edhe i dëgjoi zërat e dy njerëzve që kanë qenë duke u dënuar në varret e tyre. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yu'adhaban, janë duke u dënuar. Wa ma yu'adhabani fi kabir. Dhe nuk dënohen për diçka të madhe ose për diçka të rëndë. Pastaj ka thonë bela, po, në transmetim tjetër bel huwa kabir, por është e madhe ajo për cilën dënohen. Ka thonë kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi. Domethënë njëri prej tyre nuk ruhej nga urina e tij. Domethënë nuk pastrohej nga urina e tij. Wa kana al-akharu yamshi bin namima. Kurse tjetri ka ecur domethënë me bartje fjalësh. I ka bart fjalë nga njëri te tjetri për t'i prishur raportet mes tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar një deg të njom, edhe ka thyer në dy pjesë dhe ka vendosur nga një pjesë të secili prej këtyre varreve, edhe i kanë thënë ja Rasulullah lima fa'alta hadha, o i dërguari i Allahut pse e bëre këtë? Ka thënë la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Domethënë shpresoj që do t'ju lehtësohet dënimi derisa të thahen këto dy deg.
Ka thënë Ibn Kathiri në lidhje me këta se disa prej dietarëve që kanë folur për këtë hadith kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ma lam yejbesa derisa të thahen, sepse çdo gjë që është e njom bën tasbih, edhe e madhron Allahu subhanahu wa taala dhe thot subhanallah, edhe derisa të vazhdoj kjo gjendje me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë dhe para se gjithashtu me mëshirën e Allahut u lehtësohet dënimi i këtyre dy personave. Do thotë ky është një argument për vërtetimin e dënimit në varr. Po ashtu transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se e ka mësuar Urwa ibn Zubairin për një lutje që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është Allahumma inni a'udhu bil qabr. O Allah, unë kërkoj mbrojtjet e tij nga dënimi i varrit. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Edhe kërkoj mbrojtjet e tij nga sprovat e Mesihut të rrejshëm, Dajjalit. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat. Edhe kërkoj mbrojtjet e tij nga sprovat e jetës dhe sprovat e vdekjes. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram. O Allah, unë kërkoj mbrojtjet e tij nga mëkatet dhe thellimi në borxhe. Dhe hadithet tjera të shumta, domethënë që vërtetojnë për vërtetësinë e dënimit në varr. Edhe hadithet tjera që përmendin edhe shpërblimin ose mirësinë, dhuntinë në varr. Ktu nuk e ka përmendur këtë autori rahimahullah, ka përmendur vetëm për dënimin në varr, edhe për sprovën, gjithashtu për këtë ose testimin, provimin në varr. Dhe për këto do t'i përmendim argumentet. Gjithashtu prej fjalëve të imamëve të sunetit është si është fjala e Imam Axhurrit në librin Ash-Sharia, pasi ka përmendur hadithet që tregojnë dënimin në varr, ka thonë ma aswa hala man kadhaba bi hadhihi al-ahadith. Do të thonë sa të keqe ka gjendjen ai njeri që i mohon këto hadithe. Laqad dalla dalalan ba'ida. Do të thonë ka devijuar me devijim të largët. Wa khasira khusranan mubina, edhe ka humbur me humbje të qartë, do të thonë se është humbje e madhe. Po ashtu ka thonë Ibn Abil Izz al-Hanafi, do thonë prej dietarëve të mëdhëbit Hanafi, ka thonë, do thotë hadithet janë mutawatira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e vërtetojnë dënimin në varr dhe shpërblimin në varr, secili, do të thonë sipas asaj që e ka merituar ose që është meritor për ta. Dhe po ashtu hadithet shumta që vërtetojnë pyetjen e dy melajkeve. Prandaj ka thonë fayajibu i'tiqadu thubuti dhalika wal imanu bihi, pra është obligim besimi në vërtetësinë e kësaj, do të thonë se ndodh dënimi në varr dhe shpërblimi në varr dhe pyetjet e melajkeve. Wala yatakallamu fi kayfiyatihi, edhe nuk flet askush për formën ose mënyrën si ndodh kjo. Idh lejse lil aqli wuqufun ala kayfiyatihi, sepse mendja, logjika njerëzore nuk ka ndonjë përvojë për këtë mënyrën e këtyre ndodhive në varr. Likaunihi, do të thonë nuk ka mundësi t'i kuptoj këto ndodhi në varr, likaunihi la ahda lahu bihi fi hadhihi ad-dar, sepse logjika njerëzore nuk ka ndonjë përvojë ose diçka të njohur që ta krahasoj, do të thonë që është në këtë dunja. Dhe ka thënë wash-shar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul, shariati nuk sjell asgjë që është e pamundshme për logjikën. Do të thonë logjikisht është e pamundur të ndodhë. Nuk ekziston diçka e tillë në shariat, walakinahu qad ya'ti bima taharu fihi al-uqul. Por ka mundësi që ka çështje në shariat që logjikat njerëzore nuk mund ta kuptojnë. Do të thonë nuk mund ta përfytyrojë logjika. Kjo është në tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Por nuk ekziston në Kuran dhe Sunet diçka që logjika thot është e pamundshme të ndodhë. Do të thonë është, si thuhet,
e pamundur logjikisht. Thotë kjo nuk ndodh që të ketë. Edhe për këtë ka shkruar Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah një libër të madh shumë që quhet Dar'u Ta'arudi al-Aqli wan-Naql. Do të thonë refuzimi i kundërshtimit mes logjikës dhe shariatit. Do të thonë nuk ka mundësi të ketë kundërthënie mes logjikës së shëndosh dhe teksteve të sakta të shariatit. Do të thonë që janë ajetet Kuranit ose hadithe sahiha. Nuk mund të ketë kundërthënie. Dhe e kanë mohuar Mu'tazilit, do të thonë dënimin në varr, edhe Xehmit dhe të tjerë, edhe deri në kohën tonë ka që e pasojnë rrugën e tyre, e kanë mohu dënimin në varr. Edhe kanë thonë se nuk mundet, pra pretendojnë ata se nuk mund ndodha. Se si ta Mu'tazilit kanë thonë, këta do të thonë që kanë logjikën shumë të fuqishme, thonë, shumë logjik të fortë, edhe e bëjnë logjikën që të jetë gjykues për tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Çka kanë thonë? Si mundet hinë di me lajka aty pasi i mbyllet varri, do të thonë, si mundet ta ulin e kështu me radhë. Për këtë shkak Imam Ahmedi ka thonë si do Allahu. Do të thonë do të vinë dy me lajke, si ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta pyesin në atë mënyrë që do Allahu i lartësuar. Edhe ne nuk e dim atë, se nuk na ka tregu, edhe nuk nuk kemi diçka që të kemi parë ta tillë, edhe ta krahasojmë, edhe tregojmë se si ndodh. Edhe ka rregull në shariat, edhe për çështjet e fikut, për çështjet domethënë konkrete, të dukshme, thuhet el hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Domethënë për dhënë gjykim për diçka varet nga përfytyrimi i asaj. Domethënë duhet mirë me ditë meselen, edhe me kuptu aspektet për shembull si blerjes sakt se si ndodh, atëherë në bazë të kësaj mund të jepet gjykimi për ta. Dhe gjykimi për dënimin e varrit, si mund të jepet, domethënë kur nuk ka mundësi logjika njerëzore të përfytyrojë diçka, domethënë të ngjashme ose të krahasueshme me këtë. Prandaj besimtari, thot Sheikh Abdullah Bukhari, hafidhahullah, thot besimtari vetëm ndalet dhe thot subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Domethënë si kanë thënë me lajket, i lartësuar jeti o Zoti ynë, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti. Wallahu a'lamu bidhalika, dhe Allahu e di se si ndodh kjo në varr. Edhe ndodh, pra si ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe si janë ajetet e Kuranit, edhe ka mundësi që të jenë dy veta të varrosur në një varr të përbashkët. Edhe njëri të shpërblehet, njëri të dënohet. Edhe si ndodh kjo, e di Allahu subhanahu wa taala. Për këtë nuk na ka dhënë dituri. Prandaj ne themi besojmë në Allahun edhe e lartësojmë Allahun, sepse ne nuk dim asgjë posa asaj që na ka mësuar Allahu i lartësuar. Edhe Allahu është i gjithdijshmi. Pra, prej bazave të sunetit është se ky ummet do të sprovohet ose do të testohet në varr. Edhe do të pyetet për imanin, islamin, edhe kush është Zoti i tij, kush është pejgamberi i tij. Pra, edhe këtë pjesë Imam Ahmedi e ka marrë tamam nga hadithi, se si transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Do të thënë më shpallur se ju do të testoheni në varret tuaja. Do të thënë gjithashtu ka transmetim tjetër nga Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, transmetohet, thot se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në një kopsht ose në një obor, do të thënë, të Benin Najjar, ka qenë i hipur në mushk, edhe ne ishim pranë tij, kur mushka ka kërcy, edhe është kthy mbrapa, do të thënë si e friksuar, edhe përpaksa se ka rrëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë aty pranë ka pas 6 varre, thot ose 5 ose 4. Dhe
ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ya'rifu ashaba hadhihi al-aqbur, do të thënë kush e di, kush i njeh, do të thënë këta të varrosur këtu, kush janë këta që janë varrosur. Ka thonë një njeri prej ansarëve aty, unë i njoh. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam famata mata haula, do të thënë kur kanë vdekur këta, ka thonë matu fil ishrak, do të thënë kanë vdekur në kohën e shirkut. Do thotë këta që janë varrosur, të gjithë kanë vdekur si mushrik. Ka thonë atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Do të thënë ky ummet testohet në varret e tyre. Falawla alla tadafanu lad'autu Allah an yusmi'akum min 'adhab al-qabr alladhi asma'u minhu. Edhe ka thënë sigur mos ishte që do të thënë frika se do ta linit varrosin, nuk do ta varrosnin njëri tjetrin, do t'i lutesh Allahut që t'u bëjë të mundshme ta dëgjoni dënimin e varrit siç e dëgjoj unë. Pastaj na u kthy thot me fytyr edhe tha ta'awwadhu billahi min adhabin nar. Ka thënë kërkoni mbrojtje tek Allahu nga dënimi i xhehenemit. Edhe kanë thonë sahabët na'udhu billahi min adhabin nar. Pastaj ka thonë ta'awwadhu billahi min adhabil qabr. Pra kërkoni mbrojtje Allahut nga dënimi i varrit. Edhe kanë thonë sahabët na'udhu billahi min adhabil qabr. Pra dhe ky hadith është në Sahihun e Muslimit. Po ashtu është transmetuar nga Anas ibn Malik se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam laula alla tadafanu lad'autu Allah an yusmi'akum min adhabil qabr. Do të thonë sigur mos ishte frika se nuk do të varroseshit më, do thotë do t'i lutesh Allahut që t'ua mundsoj ta dëgjoni dënimin në varre, do të thonë atyre që dënohen. Allahu na ruaj. Dhe po ashtu dënimi në varr është vërtetuar gjithashtu në hadithin e gjatë që transmetohet nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ku tregohet do thotë komplet që nga momenti i vdekjes, që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te varret në Beqi, edhe në një varrim, edhe ka qenë varri duke u hapur, do të thënë nuk është mbaruar. Atëherë është ulur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët janë ul rreth tij dhe e ka treguar këtë hadith. Pra këtë hadith që është i gjatë. Edhe këtë hadith e marrin argument hizbit për të marrë fjalim të varret. Edhe kjo nuk është as pak në përputhje me atë që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa aspekte. Një është se kjo ka ndodhur një herë, nuk ka ndodhur, do të thënë nuk është transmetuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas varrosjes ka mbajt fjalim. Do të thënë ajo nuk është transmetuar si mënyrë rrugë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me mbajt fjalim pas varrosjes. Por edhe gjithashtu në këtë hadith tregohet qartë se kur ka ardhur kanë qenë duke hapur varrin, tani duke prit për që të përfundoj hapja e varrit edhe të varroset i vdekuri. Në atë kohë ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë nuk është e ndaluar që të flitet në varr ose gjatë varrimit. Edhe gjatë asaj kohe nëse dikush ka ndonjë pyetje ose ka nevojë për një sqarim të aty për aty, do të thënë nuk ka pengesë, por që të mbahet fjalim hutbe, do të thënë pas varrimit, kjo është prej bidateve që i kanë shpikur hizbit, të cilët kanë hyrë nëpër xhami që t'i heqin bidatet, edhe kanë shtu bidate tjera. Edhe e kanë bën, do të thënë tallkini gjithashtu është bidat padyshim, edhe është një prej bidateve më të palogjikshme. Do të thënë mi tregu me vjedh në provim ai i vdekur, kurse është në provim para Allahut subhanahu wa taala. Do thotë për ta hequr tallkinin kanë thonë mos bëjmë tallkin, të marrim fjalim. Kurse tani në varrimet ku marrin pjesë hizbit, njëherë bëhet tallkini, pastaj bëhet fjalimi. Do të thënë kanë bërë më shumë bidate se sa kanë qenë përpara se të hyjnë ata që t'i heqin bidatet. Prandaj nuk ka rrugë tjetër përveç se rruga e thirrjes për sunet. Rruga e thirrjes për sunet, edhe luftës kundër bidatit, duke u largu prej secilit bidat, edhe jo duke bërë politika mashtruese, do të thënë ndaj muslimanëve, që Allahu alem për qëllimin e tyre, a është qëllimi për të fituar, do të thënë
interesat dunjas, a është për shkak se nuk kanë njohuri për fenë e Allahut, kjo është me styre dhe Allahut, mirë po, se këto rrugë nuk kanë sukses, për këtë nuk kemi dyshim sepse na mëson Kurani dhe Suneti. Këta dy me lajke që vinë për ta pyetur, edhe kjo do të thonë, po në hadithin e Bara bin Azib, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillon hadithi kur njeriu tjetë duke u ndarë nga kjo dunja dhe duke u drejtuar ahiretit, vinë me lajke, do të thonë, tregon se si ja marrin me lajket shpirtin edhe si e ngrejnë në qiell, pastaj e zbresin në tokë, në varr. Edhe aty tregohet se vinë dy me lajke që janë me pamje të tmerrshme, që janë të kaltër dhe të zi, edhe e ulin, edhe i thonë kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe çka thu për këtë njeri që është dërguar në mesin tuaj, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari thot, Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe ky njeri është Muhamedi, i dërguari i Allahut, i cili na ka ardhur me udhëzim dhe argumente. Edhe i thuhet ku e ke mësuar këta, thot e kam lexuar Kur'anin dhe e kam mësuar ata. Kurse munafiku dhe mosbesimtari vetëm thon nuk e di. I kam dëgjuar njerëzit duke thënë diçka, prandaj dhe kam thënë edhe unë. Edhe ky hadith duhet patjetër të mësoj secilin musliman, do të thënë ta mësoj që është me rëndësi të di këto pyetje, edhe përgjigjet. Do të thënë nuk është qëllimi vetëm përsëritje, kam thënë njerëzit, do të thënë çka kam thënë njerëzit, Muhamedi është i dërguar i Allahut, edhe unë kam thënë. Mirë po, jo, pra është e qartë në këtë hadith se ata kanë thonë Muhamedi është i dërguar i Allahut, ose kanë thonë Zoti im është Allahu. Por nuk ju ka bë dobi, këtu të në varr thonë nuk e di. Veç kam thonë dunjo diçka, si kanë thonë njerëzit, kurse nuk e di se çka është realiteti i saj. Prandaj njeriu duhet ta mësoj sakt si është besimi në Allahun, ta mësoj sakt çka është feja islame, edhe çka kërkohet me besimin në Allahun, si kërkohet tauhidi dhe largimi prej të gjitha llojeve të shirkut, si kërkohet zbatimi i islamit sakt, edhe si kërkohet ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke besuar se ai ka ardhur me argumente dhe fenë sakt dhe me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka sjell sqarime të plota, edhe duhet të ndiqet ky pejgamber, edhe të pasohet gjithashtu libri i Allahut. Do të thënë me këtë mënyrë njeriu ka mundësi të përgjigjet në ato pyetje në këtë gjendje të vështirë. Prandaj, do të thënë dietarët e sunetit kanë interes që të përmirësohen muslimanët, do të thënë që ta njohin ata rrugën e shpëtimit. Për këtë angazhohen edhe mundohen dhe japin çdo gjë prej jetës së tyre, që muslimanët ta mësojnë akiden e sakt, rrugën e sakt, dhe nuk i mashtrojnë musliman duke u bërë qefin se juve po ju bëjnë padrejtësi pushtetarë, lejni këto çështje tani, duhet ta heqim këtë padrejtësinë më të madhe. Do të thënë, i thonë padrejtësi më e madhe çështjeve të politikës, kurse padrejtësia më e madhe që është shirku është prezent në mesin atyre njerëzve. Këta janë tradhtar, do të thënë, si kanë quajtur disa dietarë, khuwanul muslimin, do të thënë tradhtarët e muslimanëve, nuk janë vëllezërt e muslimanëve. Vëlla i vërtetë është ai që i mëson për rrugën e shpëtimit. Prandaj, do të thënë këto çështje të akides që i mësojmë se besimi i ehli sunetit është se ka dënim në varr, edhe ka pyetje në varr, edhe vinë dy me lajke dhe pyesin kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është pejgamberi yt. Këto, do të thënë, kur i besojmë, atëherë duhet ta dimë se çfarë kërkohet në praktikën e kësaj jete. Çka duhet të bëjmë, do të thënë, lidhje me këtë ndodhi. Do thotë edhe për këto çështje hadithe të shumta, pra siç është hadithi që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha qubira al-mayyit atahu malakani aswadani azraqan. Do të thënë kur të varroset i vdekuri, i vinë dy melajke që janë të zi, të kaltër,
yuqalu li ahadihima al-munkar wal-akhar an-nakir. Do thënë njëri prej tyre quhet munkar, tjetri nakir. Fa yaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Edhe i thon çka thoshe ti për këtë njeri, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithet shumëta, pra si tham, këto i kanë mohuar njerëz, do thot në atë kohë Mu'tazilit, Xehmit dhe pasuesit e tyre me forma të ndryshme. Në kohën tonë i thonë aqlaniyun ose al-madrasatul aqlaniyya, do thot njerëz të logjikës. Edhe ata me logjikën e tyre nuk mund ta kuptojnë si ka mundësi këta dy me lajket hynë të ai varri ngushtë, ta ulin. Do të thënë kjo është logjika e tyre. Kurse si tham, ne besojmë se këto fjalë janë shpallje nga Allahu. Atëherë, si ka mundësi që besimtari të dyshoj në këtë që është, ne kemi thonë amanna billah, edhe ne besojmë në ghaib. Allahu i ka lëvduar ata njerëz që besojnë në ghaib. Ka thënë Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi. Do të thënë ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Hudal lil muttaqin, që është udhëzim për të devotshmit, alladhina yu'minuna bil ghaib. Do të thënë ata të cilët besojnë në ghaib. Kjo është devotshmëria e vërtet, do të thënë akidja e saktë. Kjo është devotshmëria e vërtet. Jo zverdhja e fytyrës edhe skuqja e syve dhe derdhja e lotëve të rrënjshëm. Do të thënë nuk është ajo baza e devotshmërisë. Ato mund të jenë pasoja prej devotshmërisë vërtet, por devotshmëria është besimi i saktë, akidja e drejtë, e bazuar në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, gjithashtu për pyetjen në varr, është edhe ajeti ku ka thënë Allahu, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Do të thënë Allahu i përforcon me fjalën e fuqishme, me fjalën e tauhidit, i përforcon ata që kanë besuar, do të thënë me këtë fjalë në jetën e dunjas dhe në ahiret. Edhe dietarët e tefsirit kanë thënë që është për qëllim përforcimi në varr. Do të thënë që ata që kanë besu sakt. Do të thënë këtu thuhet alladhina amanu. Do të thënë ata që kanë besuar sipas besimit që e kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata Allahu i forcon që të përgjigjen në këto pyetje, në këtë, do të thënë në këtë qëndrim të frikshëm. Secili e di, padyshim secili prej nesh ka hyrë në ndonjë provim, ndonjë test. Edhe secili e di se si është frika aty përpara, edhe nëse është prej testeve më pak vlerë. Megjithatë, frika ekziston, edhe duhet ta mendoj njeriu veten kur i vinë këta dy me lajke, që janë me pamje të frikshme, edhe me qortim të rand kur pyesin. Do të thënë pyetje në mënyrë të randë dhe prej këtij provimi varet jeta e përhershme. Jeta që nuk do të ketë fund asnjëherë. Edhe atëherë padyshim se njeriu nuk ka mundësi të përgjigjet me fuqinë e tij. Vetëm atë që përforcon Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe besimtari kur të përgjigjet sakt, atëherë i hapet një dritare për në xhehenem. Edhe i thuhet, ky ka qenë vendi yt, nëse kishte qenë mosbesimtar. Edhe atëherë i hapet, i tregohet vendi në xhennet, edhe i thuhet, ta ka zavendësu me këtë vend. Edhe këtu do të jesh përgjithmonë. Edhe atëherë njeriu thotë, o Allah, bëje kiametin më shpejt. Edhe i thuhet atij, do të thënë akoma nuk ka ardhur koha. Pra, shumë prej dietarëve të mëhershëm e kanë përmendur këtë si një prej bazave të sunetit, do të thënë besimi në pyetjet në varr, folëm më herët për dënimin dhe shpërblimin në varr dhe për pyetjen dhe provimin dhe për këta dy melaike, që për këto çështje hadithet janë mutawatira. Do të thonë se ka dënim dhe shpërblim në varr dhe se ka pyetje në varr dhe vijnë dy melaike. Do të thonë për këto janë mutawatira. Kurse për emrat e melaikeve ka disa hadithe që janë sahiha, nuk janë mutawatir, po janë sahih që emrat e tyre janë Munkar dhe Nakir.
Lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, na shtoj diturinë, na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lart të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Dhe lusim Allahun që të na mëshirojë me mëshirën e tij gjithëpërfshirëse. Të na shpëtoj atë ditë ku nuk shpëton asgjë përveç se mëshira e tij subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fikum barakallahu.